80 vjetori i themelimit të teatrit kombëtar në Shqipëri është kujtuar në Arts Turbina, duke rivënë në skenë shfaqjen e parë që shënoi themelimin, Topazin, e duke ekspozuar pjesë nga arkivat e mbetura për të. Imazhet e dokumentet përbëjnë sot dëshmitë e vetme, ndërsa dëshmitarët nuk jetojnë më dhe me ta nis edhe bjerrja e kujtesës. Artistët e përkufizuan teatrin në forma të ndryshme. Në këtë rrugtim 80 vjeçar, disa prej kolegëve tanë u detyruan ta ndërpresin karrierën e tyre. Disa prej tyre morën edhe dënime nga më të egrat. Por teatri e vazhdoi përpjekjen e tij për të ndryshuar atë çfarë mund të ndryshohet. E shprehja që aktori i servir çdo natë shpirtin e tij publikut u bë motoja ime. Pra thënë me dy fjalë, teatri është jeta ime. Dhe për mua vazhdon të jetë tempull. Teatri është mision. Teatri është frym, teatri është ndërveprim, është ndërgjegjësim, teatri është vetëdije. Ndërsa themelimi i trupës në Tiranën e pasluftës sillte sfida, disa prej të cilave do të kuptoheshin më vonë me konsolidimin e sistemit politik që pasoi luftën. Në kontekstet e reja sociale e politike, edhe teatri i sotëm ka sfidat e veta që shkojnë përtej buxheteve e politikave. Liria mundet të jetë krejt fluide, e kushtëzuar nga rrethanat e ndërvarësit. Një plejad artistësh në zë të pranishëm në festën e 80 vjetorit e përdoren skenën për të artikuluar shqetësimet e tyre. Për te një godine që nuk është më, duket se mungon edhe vëmendja. Vlerat atij teatri dhe këtij teatri që sot jemi këtu, jam mbeshën njerëz të cilët të shkolluar, njerëz të cilët u përgatitën jashtë. Kam bindjen që e sotshmja, ndoshta nga kjo ka filluar të çaloj pak. Tu besoj këtë që them, nuk besoj se me njëri që ka të bëjë me krah politik. Vëmendja ka shi teatrit përgjithësi ka qenë jo aq sa duhet. Në drejtimin për mua thelbësor të përgatitjes në radhë të parë të regjisorëve. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha pati mesazhe për të ndarë sa i takon problematikave të artit. Duke përdorur postin e tij si titullar, siç rrallë bën në Lamin e Kulturës, ai adresoi në fjalim disa prej shqetësimeve, duke nisur me një ndjesë. Edhe me teatrin unë këtu sot nuk do të pa bërë një ndjesë, sepse kam qenë pak prezent. Kam qenë pak prezent në bashkëfaqe. Po mundohemi shumë që në strategjinë e re të artit dhe të kulturës 26-30 do të kemi në qendër të saj, natyrisht një nga elementët kryesorë që është statusi i artistit, që unë e di që shumë prej jush e ka në mendje për typin, në rëndësi që ka liria e tij, po njëkohësisht edhe që të kemi një respekt edhe ndaj meritokracisë, po edhe ndaj mundësive sa më të mëdha. 8 dekada më pas, teatri përballet së pari me mungesë hapësirash, së dyti me pamjaftueshmëri buxhetesh e së treti me rrjedhojat e mungesës së politikave afatgjata, vizioneve e zaptimeve që ndërsa të kurrin skenën edhe e zhbojnë atë.